Fatri Josufi nga Prishtina ka realizuar mbi 750 hedhje me parashut, por për të, kjo është herë e parë që hidhet nga qielli i tokës shqiptare. Është hera parë. Qoftë vizitë këtij klubi të parashutizmit apo dhe Gjirokastërës si qytet. Dhe do jetë hedhja ime e parë në hapësirën shqipfolëse, sepse jam nga Prishtina, Kosova dhe nuk kam arritur që të hidhem në Kosovë asnjëherë deri me tani. Po është për mua fluturim hedhje, jubilare, sepse ashtu siç ju thash më herët, për herë të parë do të fluturoj, do hedhem në hapësirën shqipfolëse. Shqipëri apo Kosovë, për mua disi njëjtë. Deri dikun. Ka një modalitet i cili është pak më i rrezikshëm dhe ky është fluturimi me kostum të ajrit, wingsuit, të cilin unë e praktikoj kryesisht, por sa do hidhem thjesht kështu në shorce. Për imi, për të gjithë, edhe për persona në moshë të shtyer, po që kanë dëshirë që të fillojnë parashutizëm. Ai thotë se vazhdon të investojë në këtë sport, që jep përmbushje shpirtërore dhe motivim të vazhdueshëm. Kam pas periudha ku i gjithë investime im, puna ime, do të thotë investime financiar, mendor, spiritual ishte në parashutizëm. Tanë jam pak më i qetë, po dashuria është të thellë. Jetë gjatësi në kuptimin e mendor, se ndoshta më ku shpreha mirë. Nuk di si ta shpjegoj me fjalë të thjeshta, por disi më bën që të ndihem i ri, gjithnjë. Josufi thekson rëndësinë që të rinjt t'i drejtohen sportit, veçanërisht këtij lloji sporti ekstrem, pasi përfitimet janë të shumta, fizike, mendore dhe shpirtërore.